Mirëmbrëma, vëllezër dhe motra opozitare. Sot është një kënaqësi e veçantë, duhet të them që është dhe vlerësim dhe emocion i veçantë. Jam mësuar të flas gjithmonë në parlament përpara hajdutëve dhe do më ndjeni nëse kam një emocion të veçantë para jush. Jemi mësuar me i parë në sy dhe me i thënë që ka ardhur dita që prangat duhet t'i varen po këtu në mes të sheshi nga ju. Të dashur nëna që nuk keni më fëmijët tuaj që flini gjumë vetëm e fotot e tyre. Të dashur bujq që sot vuani dhe punoni si në mesjet. Të dashur minatorë që jeni ngritur në grevë dhe pretendoni për statusin tuaj. Të dashur nxënës që gjeni dite për ditë universitetet mbyllura. Të dashur vëllezër dhe motra që endin nëpër spitale dhe nuk gjeni kura, të dashur njerëz dhe bashkëvuajtës që jeni sot e onkologjiku dhe merrni shërbimet mizerabël. Ka vetëm një fjalë, dhe kjo është Rama ik. Rama ik me shpirt ik. Rama me 40 hajdut ishte një fjalë dhe kemi thënë, është thënë po bën 400, po bën 500 hajdut. 5D dhe 6D, me diell dhe pa diell. Rama ik, po nga i tunel që korrupsioni që të ka mytur brenda. Rama ik dhe sa të lodhemi do të themi për ditë Rama ik, sepse nuk ka ngel gjë në Shqipëri pa vjedhur. Nuk mund trajtohet buxheti i shtetit si me pas lekët e tyre në xhep, si me trajtu si për nabi lëmosh. Të nderuar vëllezër e motra, ju që nuk keni sot që trajtoni mendime ekonomike dhe nuk keni bukë me shtru vakt fëmijëve tuaj. Është dita jonë. Është dita me i dhënë dërmën kësaj makutërie, këtyre hajdut ministra që ditë për ditë vjedhin xhepat e çdo shqiptari ndershëm. Rama ik me gjithë tabor.